27.000 votues kanë të drejtë vote në komunën e Vrapçishtit. Raportin nga atje bën gazetari Ajnur Bafqari. Ajnur, më mëngjes edhe për ty. Me që ndodhesh në komunën më rurale, a ka penguar Bora procesin ose fluksin e banorëve deri në këto momente? Përshëndetje Era, atëherë siç mund të shihet, ndodhem në shkollën fillore këtu në komunën e Vrapçishtit, që mban edhe emrin Vrapçisht. Në këtë shkollë ka 8 vendvotime gjithsej. Dalja ka qenë e ulët, megjithatë shoh se fluksi ka filluar pak a shumë të rritet, pavarësisht faktit se ka rreshje bore, ka ngrica dhe temperaturat janë të ulta. Ata të cilët arritëm që të komunikojmë pra nga komisionet komunale zgjedhore, na thanë se dalja ka qenë relativisht e ngjashme me atë e prej para 2 muajve më parë, madje në disa vendvotime edhe më e ulët. Megjithatë, siç thonë, presin që në orët e pasdites të ketë fluks më të madh. Megjithatë, kjo ishte i referohet kohës deri në orën 9:30 minuta diku, por gjatë kohës që kemi qëndruar këtu kemi parë se me siguri ky numër ka ndryshuar për shkak se lëvizja ka qenë pak më e madhe, përndryshe gjithçka po zhvillohet në rregull, nuk është se ka ndonjë problem. Të gjitha vendvotimet janë hapur në kohë, siç e potencova, janë 27.000 votues që votojnë në këtë komunë, ndërsa janë gjithsej 39 vendvotime ku qytetarët, banorët e kësaj komune presin nga nga 2 kandidatët që garojnë në këto zgjedhje, që nëse e merr postën e numrit 1 të komunës, të vazhdojë me projektet që kanë mbetur, të rregullojë ujësjellsin, kanalizimin, presin infrastrukturë më të mirë rrugore dhe presin që të kenë kushte të mirëfillta për një banor pra të kësaj komune. Unë ju ftoj që të ndjekim 2 deklarata nga komisionet komunale zgjedhore, nga 2 vendvotime këtu, si dhe 2 deklarata nga banorët e komunës së Vrapçishtit, nëse i kemi gati. Vendvotimi 0459, procesi ka filluar në ora 7, s'kemi pasur në një problem. Fluksin presim pas orës 11 e kemi më shumë fluks, përqenë se është vendbani fshatar dhe kështu që për momentin ka dalë 1%. Po thuaj se njëjtë është, njëjta fluks, mendojmë që pas orëve shtesë do kemi më shumë njerëz të cilët kanë të votojnë. Këtu kemi në vendvotimin tonë sa ishte 777 votues. Prej atine ka ndalë 9, prej radhës tjetër është pak më e dobëtse, dalja e parë që ishte. Jo. Në ora 7, fiks kemi filluar, pa asnjë problem. Pa nevojë kemi ne shumë, jo pak. Nevojë kemi që njeriu s'ta merr mendja shumë. I pari, ujtë, i dyti, udhët, i treti, udhët e ngushta. Se normal duhet urbanizam të kjetë ma gjata këtë. Ma shumë që ta se tha shokë, tha se ka ma shumë për udhët edhe për ujtin, kanalizacionin. Këtë e kemi shumë gjaje këto që dë bëme.